Në prag të Krishtlindjes, një grua e refuzuar sepse nuk mund të kishte fëmijë, ende vetëm në një qytet me festa, kur nuk kishte më shpresë. Një gjest i papritur nga një fëmijë dhe babai i saj i vendryshoi gjithçka. Në atë natë të ftohtë, lindi një familje e re, e bashkuar jo nga gjaku, por nga dëmshuria, shërimi dhe dashuria. Nëse ju intereson kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Anila Hoxha kur nuk e kishte imagjinuar se jeta e saj mund të shkërmoqej brenda pak ditësh. Në moshën 32 vjeçare, arkitekte me një karrierë premtuese, e fejuar me Ardianin prej 7 vitesh, ajo besonte se më në fund e kishte gjetur vendin e saj në boll. Apartamenti që ndanin në blok ishte i vogël, por komod. Muret ishin zbukuruar me fotot të dyve nga udhëtimet, në barbecue me miq, në momente lumturie që dukeshin të përjetshme. Plani ishte i thjeshtë dhe i përsosur, të martoheshin verën e ardhshme në një ceremoni intime në Bregdet dhe të fillonin të përpiqeshin për fëmijë menjëherë pas kësaj. Ishte gjithçka që Anila kishte ëndërruar gjithmonë. Por jeta ka një mënyrë mizore për të na kujtuar se jo gjithçka është nën kontrollin ton. Gjithçka filloi me ato dhimbjet e barkut që këmbëngulnin të ktheheshin. Në fillim, Anila i shpërfilli. Më pas, kur simptomat u intensifikuan, la një takim me ginekologen. Analiza. Më shumë analiza. Eko. Rezonancë. Me çdo rezultat, fytyra e doktoreshës bëhej më serioze, më e shqetësuar. Derisa erdhi diagnoza, një gjendje e rrallë dhe e pakthyeshme në mitër. Fjalët teknike tingëlluan të largëta, sikur të mos i drejtoheshin asaj. Por përfundimi ishte i qartë dhe shkatërues. Anila nuk mund të mbetej shtatzën. Kur toka i iku nga këmbët në atë zyrë. Doktoresha foli për alternativa, për birësim, për nën surrogate, por Anila mezi e dëgjonte. Ajo mendonte për Ardianin, për sa shumë i donte fëmijët, se si i shkëlqenin syt kur kalonin pranë një dyqani lodrash dhe ai thoshte, gjithmonë duke buzëqeshur, se një ditë do të sillnin djalin e tyre aty. Si t'ia tregonte? Si ta shkatëronte atë ëndër që ishte edhe e saja? Atë natë, ulur në divanin e apartamentit, Anila priti Ardianin të vinte nga puna. Duart i dridheshin. Zemra i rritet çrregull. Kur ai hyri, ende me kostum dhe kravat, duke sjell erën e kafes dhe letrave të zyrës, ajo nuk mundi të priste. Fjalët dolën si një rrëke e ngatëruar lotësh dhe shpjegimesh mjekësore. Ardiani u ul pranë saj, i zbeth. Qëndroi në heshtje për minuta të gjata. Kur më në fund foli, ishte për të thënë se ishte aty, se e donte, se do të gjenin një zgjidhje. Birësimi ishte një mundësi e bukur, tha ai. Nuk kishte rëndësi. Rëndësi kishte që ishin bashkë. Anila donte të besonte. Dëshpërimisht donte të besonte. Por ditët në vijim zbuluan një të vërtet të hidhur. Ardiani ndryshoi. U bëj largët, i heshtur, i irrituar për gjëra të vogla. Dilte herët, kthehej vonë. Kur ishte në shtëpi, kalonte orë të tëra në celular ose mbyllur në zyrë. Anila përpiqej të bisedonte, por ai e shmangte temën. E ëma e Ardianit, zonja Drita, filloi të telefononte më shpesh. Në një nga këto telefonata, të cilës Anila ju përgjigj aksidentalisht, dëgjoi zërin e vjehrës duke i thënë të birit se ai ishte i ri, se kishte të drejtë të kishte fëmijët e tij, të gjakut, të vërtetë. Se nuk kishte nevojë të sakrifikohej. Fjalët e prenë si thika. Anila u përball me Ardianin po atë natë. Ai mohoi që ëma të kishte ndikim mbi të, por shikimi i shmangur thoshte të kundërtën. Debati u nxe. Ai tha se kishte nevojë për kohë për të menduar, për ta përpunuar. Ajo ju lut të mos e braktiste. Por thellë, Anila tashmë e dinte. Tashmë e ndjente se e kishte humbur. 2 ditë para Krishtlindjeve, Ardiani erdhi në shtëpi më herët se zakonisht. Anila ishte në kuzhinë, duke u përpjekur të përgatiste darkën, duke u shtirur sikur gjithçka ishte normale. Ai hyri, mori një çantë shpine nga dollapi dhe filloi të fuste rroba brenda. Zemra e Anilës filloi të rrite fort. E pyeti se çfarë po bënte. Ardiani nuk e shikoi. Tha, me një ftohtësi që Anila nuk ja kishte parë kurrë, se nuk mund të vazhdonte.
Se kishte menduar shumë, por nuk mund të hiqte dorë nga ëndra për të pasur fëmijë biologjik. Se ajo ishte e mrekullueshme, por ai duhej të ecte përpara. Anila ndjeu se bota po I rrotulloi. I u lut. Bërtiti. Ciao. I kujtoi 7 vitet bashk, premtimet, planet. Por Ardiani tashmë e kishte marrë vendimin. Mbaroi së mbushuri çantën, mori çelsin rezervë të apartamentit që ishte mbi tavolinë dhe doli nga dera. Pa një përqafim. Pa një kërkesë faljeje. Vetëm zhurma e derës që mbyllej, duke marrë me vete të gjitha ëndrat që Anila kishte ndërtuar. Ajo mbeti në mes të dhomës, në shok. E paf të lëvizte. E paf të mendonte. Vetëm duke ndjerë një dhimbje të thellë dhe dërmuese në gjoks, sikur diçka brenda saj të ishte thyrë në copa të pariparueshme. Atë natë, Anila nuk fjeti. Qëndroi ulur në divan, duke vështruar muret, fotot, objektet që tregonin historinë e tyre. Në mëngjes, kur dielli filloi të zbarte, ajo e dinte se nuk mund të qëndronte aty. Jo në atë apartament që tani ishte një varrezë kujtimesh. Bëri gati një valixhe me gjërat thelbësore, mori çfarë I kishte mbetur nga kursimet dhe doli. Nuk pati guxim të telefononte familjen. Nuk dinte si t'ua shpjegonte. Si t'i thoshte së ëmës që aq shumë ndëronte për nipër e mbesa, se ishte lënë sepse ishte e paftë të lindte. Si të përballej me keqardhjen, trishtimin, përpjekjet për ngushëllim që vetëm do ta bënin të ndihej edhe më me defekt. Me paratë që kishte, Anila arriti të paguante 3 net në një hotel të lirë në qendër të Tiranës. Dhoma ishte e vogël, me një krevat tek ngjitur pas murit, një dollap të vjetër dhe një banjo pa dritare. Letra e murit ishte e shitur dhe era e mykut përshkonte gjithçka. Por Anila mezi e vinte re. Ajo I kalonte ditët shtrirë, duke vështruar tavanin, duke rijetuar çdo moment të ndarjes, çdo fjalë të Ardianit, çdo heshtje që tashmë paralajmëronte fundin. Celulari I binte pa pushim. Ishte e ëma e Ardianit. Zonja Drita I dërgonte mesazhe duke I thënë se Anila duhej të pranonte që nuk ishte gruaja e duhur për djalin e saj, se ishte më mirë kështu, se Ardiani meritonte të kishte një familje të vërtetë. Çdo mesazh ishte një goditje me thik. Anila bllokoi numrin, por fjalët tashmë ishin ngulitur në mendjen e saj, duke I bërë jehon pa pushim. Ishte vigjilja e Krishtlindjeve. Jashtë, qyteti përgatitej për festë. Rrugët ishin zbukuruar me drita shumë ngjyrshe, kurora dhe pemë të ndriçuara. Familjet shëtisnin nëpër trotuare, duke mbajtur çanta me dhurata, duke qeshur të përqafuara. Dyqanet lëshonin këngë krishtlindjesh dhe atmosfera festive dukej se ishte kudo. Përveç se brenda Anilës. Ajo doli nga hoteli në fund të pasdites, pa destinacion, pa qëllim. Vetëm ecte. Rrugët ishin plot. Anila vëzhgonte vitrinat e zbukuruara, fëmijët që vraponin të ngazëllyer, çiftet të kapur për dore. Çdo sken ishte një kujtesë e asaj që kishte humbur, e asaj që nuk do ta kishte kurrë. U ndje plotësisht e padukshme, sikur e gjithë bota po festonte diçka pjesë së cilës ajo nuk ishte më. Eci për orë të tëra. Këmbët I dhimbnin, por nuk mund të ndalonte. Të ndaloje do të thoshte të mendoje. Dhe të mendoje ishte e padurueshme. Kur më në fund ndjeu se nuk duronte më, e gjeti veten në një shesh pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ishte një nga ato sheshet e vjetra, me stola druri, pemë të mëdha dhe një dekorim të bukur krishtlindjesh. Në qendër ishte montuar një skenë e madhe e lindjes së Krishtit, e rrethuar me drita vezulluese, dhe disa familje bënin foto rreth saj. Anila u ul në një stol të largët, larg dritave, larg njerëzve. Fsheu fytyrën mes duarve dhe la lotët të rridhnin lirshëm. Nuk I bëhej më vonë se kush e shite. Nuk kishte më rëndësi asgjë. Atëherë dëgjoi zërin. Fëmijëror, I holl, kureshtar. Babi, pse ajo zonja po qan vetëm për Krishtlindje? Anila ngriti fytyrën. Pak metra larg, një vajzë e vogël bionde, rreth 5 vjeçe, me faqe të kuqe nga I ftohti I natës, e shikonte me një shprehje shqetësimi të sinqertë. Vajza mbante dorën e një burri të gjatë, me flokë gështenjë dhe shpatulla të gjera, I cili kishte veshur një pallto të errët leshi. Pranë tij, 3 vajza të tjera, të moshave të ndryshme, gjithashtu vëzhgonin Anilën me kureshtje. Burri u afrua me kujdes, sikur të mos donte ta tremte. Kishte një shprehje të butë, por të shqetësuar. Kur u afrua, u përkul pak për të qenë në nivelin e Anilës dhe e pyeti me zë të qetë dhe të butë.
Më falni që ju shqetësoj, por a jeni mirë? Keni nevojë për ndihmë? Anila u përpoq të buzëqeshte, duke fshirë shpejt lotët me kurrizin e dorës. Zëri i doli i dridhur, por ajo e detyroi veten të përgjigjej. Po, jam mirë, faleminderit. Është thjesht një ditë e vështirë. Burri nuk u duk i bindur. Shikoi përreth, duke vënë re se Anila ishte vetëm, pa çanta, pa sende të dukshme. Shikoi vajzat pranë tij, të cilat vazhdonin ta vëzhgonin Anilën me atë kureshtjen tipike të fëmijëve, dhe pastaj e ktheu vëmendjen tek ajo. E di që po njihemi tani, por askush nuk duhet t'i kaloj Krishtlindjet vetëm. Sidomos jo kështu. Ai hezitoi për një moment, sikur po i peshonte fjalët. Unë quhem Genc. Këto janë vajzat e mia, Sofia, Laura dhe binjaket, Jona e Helena. Po shkonim në shtëpi dhe e di që mund të duket e çuditshme, por nëse nuk keni ku të shkoni sot, do të ishit e mirëpritur në shtëpinë tonë. Nuk ka nevojë të jetë më shumë se një natë. Vetëm për të mos e kaluar këtë datë vetëm. Anila rahu qepallat, e hutuar. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Një i huaj po e ftonte të kalonte Krishtlindjet në shtëpinë e tij? Dukej absurde. E rrezikshme, madje. Ajo hapi gojen për të refuzuar, por pastaj shikoi vajzat. Të gjitha e vështronin me ata sy të mëdhenj e të shndritshëm, plot pafajësi. Sofia, më e vogla, bëri një hap përpara dhe i zgjati dorën e vogël. Eja me ne. Kemi kek dhe do të shohim film. Kishte diçka në atë gjest, në atë sinqeritet fëmijëror që e çarmatosi Anilën plotësisht. Dhe kur shikoi përsëri Gencin, pa se ftesa ishte e sinqertë. Nuk kishte qëllime të dyta, nuk kishte keqtashje. Vetëm dhëmbshuri. Anila nuk e dinte se çfarë e bëri të pranonte. Ndoshta ishte dëshpërimi. Ndoshta ishte vetmia e padurueshme. Ose ndoshta ishte thjesht fakti që në atë moment çdo gjë ishte më mirë se sa të kthehej në atë dhomë hoteli të ftohtë dhe boshe. Unë nuk dua t'ju bezdis, tha ajo, me zërin ende të dridhur. Nuk na bezdis, u përgjigj Genci me vendosmëri. Vërtet. Dhe kështu, Anila e gjeti veten duke hyrë në makinën e Gencit, një SUV i bollshëm dhe i pastër, ku vajzat tashmë ishin rehatuar në sediljet e pasme, duke biseduar të gjalla me njëra tjetrën. Genci ngiste makinën në heshtje, her pas here duke hedhur shikime të shpejta nga pasqyra, sikur të donte të sigurohej se Anila ishte mirë. Ata u larguan nga qendra dhe vazhduan në drejtim të zonës së liçenit artificial. Anila vëzhgonte rrugët nga dritarja, dritat e Krishtlindjeve që vezullonin nëpër shtëpi, familjet e mbledhura nëpër trotuare. Me çdo lagje, shtëpitë bëheshin më të mëdha, më të bukura, më imponuese. Kur Genci më në fund e ndaloi makinën para një porte të lartë hejkuri, Anila hapi sytë e habitur. Shtëpia nuk ishte thjesht e madhe. Ishte një vilë e vërtetë. 3 kate, fasadë moderne në tone të qelta, kopsht i ndriçuar me drita të futura në tokë dhe një shatërvan ornamental në hyrje. Genci hapi portën me një telekomandë dhe parkoi në garazhin e bollshëm. Mbërritëm, tha ai thjesht, sikur ajo të ishte thjesht një shtëpi e zakonshme. Vajzat dolën me vrap nga makina, duke hyrë nga dera anësore që të çonte në kuzhinë. Genci priti Anilën të dilte dhe e udhëhoqi drejt hyrjes kryesore. Kur hapi derën dhe ndezi dritat, Anila mbeti edhe më e impresionuar. Dhoma e ndenjes ishte e stërmadhe, me tavan të lartë, një lambadar kristali i varur në qendër dhe një shkallë spirale që të çonte në katin e 2. Mobilje me shije, divane lëkure, një oxhak i fikur, piktura në mure. Por pavarësisht gjithë bukurisë, kishte diçka boshe në atë vend. Sikur i mungonte jeta. Zbukurimet e Krishtlindjeve ishin aty, një pemë e dekoruar në një cep, por dukeshin sikur ishin vendosur pa entuziazëm, pa gëzim. Më fal për rrëmujen, tha Genci, megjithse shtëpia ishte e organizuar në mënyrë të përsosur. Që kur gruaja ime u nda nga jeta, ne ende po përshtatemi. Anila e vuri re dhimbjen në zërin e tij. Një dhimbje familjare. E ndryshme nga e saja, por po aq e thellë. Më vjen keq, tha ajo me zë të ulët. Genci tundi kokën në shenjë falënderimi, por nuk hyri në detaje. Në vend të kësaj i tregoi Anilës ku mund ta linte valixhen, një dhomë mish në katin e 2, e bollshme dhe ajrosur, me një krevat dopjo dhe një banjo private. Më pas e çoi përsëri në kuzhinë, ku vajzat tashmë po merrnin biskota nga një kavanoz.
Duhet të përgatisim darkën, tha Genci duke hapur frigoriferin. Nuk është ndonjë gjë shumë e sofistikuar, por vajzave u pëlqen. Anila, ende duke përpunuar gjithçka që po ndodhte, ofroi ndihmë. Genci pranoi menjëherë duke u dukur i lehtësuar që nuk do t'i bënte të gjitha vetëm. Ndërsa ata punonin, vajzat qarkullonin nëpër kuzhinë duke treguar histori, duke qeshur, duke kërkuar të ndihmonin edhe ato. Ishte aty, në atë mjedis të çuditshëm dhe të papritur, që diçka brenda Anilës filloi të lëvizte. Ajo priste perime, i hidhte erza mishit, dëgjonte të qeshurat e vajzave dhe për herë të parë pas disa ditësh, ndiu një fije të diçkaje që nuk ishte dhimbje. Ishte lehtësi. Sofia, më e vogla, nuk ju nda Anilës. E pyeste për emrin nga vinte, nëse i pëlqenin filmat vizatimor, nëse dinte të bënte gërsheta. Anila përgjigjej me durim dhe pak nga pak, një buzëqeshje e vërtet filloi të formohej në buzët e saj. Kur darka ishte gati, të gjithë u ulën në tryezë. Genci bëri një lutje të thjeshtë, duke falendëruar për ushqimin, për shoqërinë dhe për Anilën që kishte pranuar ftesën. Vajzat hëngrën të ngazëllyera, duke treguar histori nga shkolla, për miq, për filmat vizatimor që u pëlqenin. Anila merrte pjesë në bisedë, duke bërë pyetje, duke qeshur me përgjigjet qesharake. Pas darkës, Genci sugjeroi të shihnin një film. Vajzat ranë dakord me entuziazëm dhe vrapuan për në dhomën e ndenjes. Anila ndihmoi të rregullonte kuzhinën dhe kur mbaroi, shkoi të bashkohej me ta. Vajzat tashmë ishin rehatuar në divan, të mbuluara me batanie. Sofia këmbënguli që Anila të ulej pranë saj. Filmi ishte një animacion krishtlindjesh, plot ngjyra dhe muzikë. Anila nuk i kushtoi shumë vëmendje ekranin. Ishte më e përqendruar te vajzat, te mënyra si qeshnin, si mbështeteshin te njëra tjetra, si kërkonin afeksionin e të atit. Dhe ishte aty, në atë moment të thjeshtë dhe mikpritës, që Anila kuptoi diçka. Ajo nuk i kishte lindur ato fëmijë. Nuk ndante gjak me to, por në atë çast, duke ndjerë ngrohtësinë e Sofisë së vogël të mbështetur në shpatullën e saj, duke dëgjuar të qeshurat e vajzave të tjera, Anila ndjeu diçka që nuk priste ta ndjente përsëri. U ndje pjesë e diçkaje. U ndje e nevojshme. U ndje, qoftë edhe për një natë, sikur i përkiste një vendi. Dhe për herë të parë që kur Ardiani kishte dalë nga dera, Anila i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, kishte ende shpresë. Kur filmi mbaroi, vajzat ishin përgjumësh. Genci i çoi në dhomat e tyre, një nga një, duke i ndihmuar të lanin dhëmbët dhe të vishnin pijame. Anila mbeti në dhomën e ndenjes, duke vëzhguar fotot në rafte. Kishte shumë foto të një gruaje të bukur, me flokë gështenjë dhe buzëqeshje të ndritshme, gjithmonë e rrethuar nga vajzat. Gruaja e Gencit. Nëna e tyre. Anila ndjeu një fije trishtimi kur kuptoi se ajo grua nuk ishte më aty. Genci u kthye pak minuta më vonë, duke u dukur i raskapitur, por me një buzëqeshje në buzë. Ato të adhuruan, tha ai, duke u ulur në divan. Ka kohë që nuk i kam parë vajzat kaq të gjalla. Anila u ul gjithashtu, duke mbajtur një distancë respekti. Ato janë të mrekullueshme. Ti je me shumë fat. Genci pshertiu thellë, duke parë duart e veta. Ka ditë që nuk ndihem me fat. Ka ditë që mendoj se po dështoj me to që kur humba gruan time, gjithçka u bë më e vështirë. Nuk di si të jem nën dhe baba në të njëjtën kohë. Anila ndjeu peshën e atyre fjalëve. Ishte i prekshëm, i sinqert. Ti po bën më të mirën tënde, tha ajo butësisht. Dhe kjo tashmë është shumë. Genci e shikoi dhe për një moment, sytë e tyre u takuan. Kishte mirënjohje aty. Dhe diçka tjetër që Anila nuk arriti ta identifikonte. Faleminderit, tha ai. Që pranove ftesën. Që je këtu. E di që ishte e çuditshme, por nuk e di, diçka më tha se ti kishe nevojë po aq sa ne. Anila buzëqeshi me trishtim. Mendoj se kishe të drejtë. Ata qëndruan duke biseduar edhe për pak kohë, për gjëra të thjeshta, si përfaqësore. Genci nuk e pyeti se çfarë i kishte ndodhur dhe Anila e falenderoi në heshtje për këtë. Kur lodhja filloi të rëndonte, Genci e shoqëroi deri në dhomën e miqve dhe i uroi natën e mirë. Anila u shtri në krevatin e rehatshëm, duke parë tavanin. Jashtë, fishekzjarët filluan të shpërthenin, duke lajmëruar ardhjen e mesnatës. Ishin Krishtlindjet. Dhe për herë të parë në atë datë, Anila nuk ishte plotësisht vetëm. Mbylli sytë dhe, çuditërisht, arriti të flinte.
Anila u zgjua nga zhurma e hapave të vegjël e të shpejt në korridor. Drita e diellit hynte nga dritarja, duke sjellë me vete ngrohtësinë karakteristike të verës tiranase. Për një moment të shkurtër e çorientuar, ajo nuk e dinte se ku ishte. Pastaj kujtimet e vigjiljes ju kthyen si një val: Ardiani, ndarja, hoteli, sheshi, Genci dhe vajzat. Gjithçka dukej surreale, sikur të kishte qenë një ëndër. Por nuk ishte. Ajo ishte aty, në atë shtëpi të madhe dhe të heshtur, e ftuar nga njerëz që mezi i njihte. U ngrit ngadalë, duke veshur të njëjtat rroba të ditës së dieshme, dhe hapi derën e dhomës me kujdes. Korridori ishte bosh, por dëgjonte zëra që vinin nga kati i poshtëm. Zbriti shkallët me hapa hezitues, ende duke pyetur veten nëse duhej të kishte qëndruar aty apo nëse duhej të kishte falendëruar dhe të ishte larguar që në agim. Kur arriti në kuzhinë, gjeti Gencin duke u përpjekur të përgatiste mëngjesin, ndërsa 4 vajzat qarkullonin rreth tij, secila duke bërë një kërkesë të ndryshme. Sofia donte petulla. Laura kërkonte kos me drithëra. Binjaket, Jona dhe Helena zieshin për kavanozin e fundit të Reçelit. Genci duke i raskapitur, duke u përpjekur t'i kënaqte të gjitha në të njëjtën kohë pa sukses. Mirëmëngjes, tha Anila nga dera, duke u ndjerë si një e huaj. Të gjitha kokat u kthyen në të njëjtën kohë. Sofia ishte e para që vrapoi drejt saj, duke i përqafuar këmbët me entuziazëm. Mirëmëngjes, Anila. Do të hash mëngjes me ne? Genci lëshoi një pëshertim lehtësimi kur e pa. Mirëmëngjes. Shpresoj të kesh fjetur mirë. Më fal për rëmujen këtu. Anila buzëqeshi, e ngrohur nga pritja e përzemërt e vajzave. Pa menduar shumë, hyri në kuzhinë dhe filloi të ndihmonte. Mori vezë, miell dhe qumësht, dhe brenda pak minutash po përgatiste petulla. Vajzat u qetësuan, duke vëzhguar Anilën të punonte me vëmendje. Genci u mbështet në banak, duke kryqëzuar krahët, dhe për herë të parë që kur ajo kishte mbërritur, u duk se u relaksua. Nuk e pse e bën këtë, tha ai, por mirënjohja ishte e dukshme në zërin e tij. E di. Por dua të ndihmoj. Mëngjesi kaloi në mënyrë çuditërisht të qetë. Vajzat i hëngrën petullat me entuziazëm, duke qeshur dhe duke biseduar me njëra tjetrën. Anila ndjej çuditërisht rehat aty, sikur t'i njihte ato fëmijë prej kohësh. Genci gjithashtu merrte pjesë në bisedë, por Anila vinte re se ai më shumë vëzhgonte se sa fliste. Kishte diçka në shikimin e tij, një përzierje kureshtjeje dhe lehtësimi. Pas mëngjesit, vajzat kërkuan të luanin në kopsht. Genci pranoi dhe ato dolën me vrap, duke bërtitur të ngazëllyera. Anila filloi të mblidhte pjatat, por Genci e ndërpreu. Lëri, i bëj unë. Ti bëre mjaftueshëm. Nuk ishte asgjë, tha Anila, por ju bind, duke u ulur në tryez ndërsa Genci lante enën. Për një moment, qëndruan në heshtje, vetëm zhurma e ujit që rrifte dhe të qeshurat e vajzave jashtë mbushnin hapësirën. Pastaj Genci foli, ende me shpinë nga ajo. Mund të bëj një pyetje? Nuk ke nevojë të përgjigjesh nëse nuk dëshiron. Anila ndjeu një shtrëngim në zemër, por tundi kokën në shenjë pohimi, edhe pse e dinte se ai nuk mund ta shite. Pse ishe vetëm dje? Në shesh. Duke qarë. Anila mori frym thellë. Një pjesë e saj donte të shpikte një justifikim, të ndryshonte temë, të mbrojej nga cenueshmëria e të treguarit të së vërtetës. Por diçka në zërin e Gencit, në mënyrën si pyeti, pa presion, pa gjykim, e bëri të donte të ishte e sinqertë. Më lan, tha ajo thjesht. I fejuari im. Pas 7 vitesh bashk. Genci ndaloi se lari enët për një çast, por nuk u kthye. Më vjen keq. Ai më la sepse zbulova se nuk mund të kem fëmijë. Është një gjendje mjekësore. E pakthyeshme. Fjalët dolën më lehtë se sa priste Anila, ndoshta sepse nuk kishte më forcë t'i mbante. Ai tha se nuk mund të hiqte dorë nga ëndra për të pasur fëmijë biologjik. Kështu që më braktisi. 2 ditë para Krishtlindjeve. Tani Genci u kthye. Sytë e tij ishin plot empati, por edhe me diçka që dukej si indinjat. Ai nuk të meritonte. Anila u përpoq të buzëqeshte, por sytë ju mbushën me lodh. Unë di si mendoj se ai kishte të drejtë. Dua të them, ai do të bëhet baba. Ai ka të drejtë për këtë. Unë nuk mund t'ia jap këtë. Genci thau duart në një pecet dhe u ul në tryez përballë Anilës.
Shiko, nuk di shumë për ty apo për atë që ka ndodhur, por mund të them një gjë, të jesh baba apo nën, nuk ka të bëj fare me biologjin. Ka të bëj me dashurin. Me pranin. Me zgjedhjen për të qenë aty çdo ditë, edhe kur është e vështirë. Ai bëri një pauzë, duke parë nga dritarja ku luanin vajzat. Gruaja ime ajo u nda nga jeta një vit e gjysmë më parë. Që atëherë, unë jam përpjekur të jem baba dhe nën në të njëjtën kohë. Dhe ka ditë që dështoj në mënyrë të mjerueshme. Ka ditë që nuk di çfarë të bëj, si të veproj, çfarë të them. Por zgjohem çdo ditë dhe provoj përsëri. Sepse këto vajza janë jeta ime. Dhe nuk është gjaku që më bën baba të tyre. Është dashuria. Anila ndjeu një ny në fy. Fjalët e Gencit prekën diçka të thellë brenda saj, diçka që Ardiani nuk e kishte kuptuar kurrë. Faleminderit, murmuriti ajo. Që e the këtë. Genci buzëqeshi butësisht. E vërteta është se ti ke bërë më shumë për këto vajza në një mëngjes se sa shumë njerëz do të bënin në një javë. Ato të adhuruan. Dhe kjo nuk është pak. Anila nuk dinte çfarë të thoshte. Qëndruan në heshtje për disa çaste, një heshtje e rehatshme, derisa Sofia hyri me vrap nga dera e kuzhinës, e djersitur dhe me faqe të kuqe. Anila, eja të luash me ne. Të lutem. Anila shikoi Gencin, i cili tundi kokën duke buzëqeshur. Ajo u ngrit dhe la Sofin ta tërhiqte për dore deri në kopsht. Dielli ishte i fortë, por një fllad i lehtë e bënte vapën më të durueshme. Vajzat po luanin kapa kapa, duke vrapuar mes pemëve dhe shkureve. Anila, duke harruar për një moment gjithë dhimbjen që mbante, i u bashkua atyre. Vrapoi, qeshi, bëri sikur do t'i kapte dhe i la ta kapnin. Vajzat bërtisnin nga gëzimi dhe Anila ndjeu një lehtësi që nuk e kishte provuar prej javësh. Genci shikonte gjithçka nga veranda, me një filxhan kafeje në dorë, dhe për herë të parë që kur kishte humbur gruan, i lejoi vetes të ndjente diçka të ngjashme me shpresën. Ditët në vijim u zhvilluan në mënyrë të papritur. Anila, e cila fillimisht planifikonte të qëndronte vetëm një natë, përfundoi duke qëndruar. Genci këmbënguli që ajo nuk kishte nevojë të largohej, se mund të qëndronte sa kohë të kishte nevojë. Dhe Anila, pa pasur ku të shkonte, pa dashur të kthehej në atë hotel të ftohtë, pranoi. Ajo filloi të krijonte një rutinë. Zgjohej herët, përgatiste mëngjesin për të gjithë, ndihmonte vajzat të bëheshin gati. Genci duhej të punonte, edhe gjatë festave të fundvitit, dhe Anila ofroi të qëndronte me vajzat. Ai hezitoi në fillim, por kur pa se si ato reagonin ndaj pranisë së Anilës, si dukeshin më të lumtura, më të lehta, ra dakord. Anila zbuloi se kishte një talent të natyrshëm për t'u marrë me fëmijët. Krijonte lojra, tregonte histori, vizatonte me to, u mësonte truke të vogla matematike të maskuara si lojra. Vajzat lulëzonin nën vëmendjen e saj. Sofia, më e vogla, i rinte ngjitur gjatë gjithë kohës. Laura, 8 vjeçe, filloi t'i besonte Anilës, duke i treguar sekrete për shkollën dhe miqt. Binjaket, Jona dhe Helena, 6 vjeçe, më në fund pushuan së zëni aq shumë dhe filluan të bashkëpunonin kur Anila propozonte aktivitete të përbashkëta. Genci vëzhgonte gjithçka me një përzierje admirimi dhe mirënjohjeje. Ai shihte vajzat e tij duke qeshur përsëri, duke vrapuar nëpër shtëpi me energji, duke bërë plane për ditën tjetër. Ishte diçka që nuk e shihte prej shumë kohësh. Një natë, pasi vajzat shkuan të flinin, Genci dhe Anila u ulën në dhomën e ndenjes. Heshtja e shtëpisë ishte ngushëlluese. Anila po shfletonte një revistë që kishte gjetur në rafë dhe Genci bënte sikur shihte televizor, por në të vërtetë po mendonte. Anila, filloi ai, hezitues. Mund të kërkoj diçka? Ajo e shikoi, kurreshtare. Sigurisht. Genci mori frym thellë, sikur po mblidhte guxim. Vajzat ato kanë nevojë për dikë. Që kur gruaja ime u nda nga jeta, unë kam provuar gjithçka. Dado, punonise, madje edhe vjera ime qëndroi këtu për disa muaj. Por asgjë nuk funksionon. Vajzat bëhen më të mbyllura, më të trishtuara. Por me ty është ndryshe. Ato janë të lumtura përsëri. Dhe unë e di që është shumë për të kërkuar, e di që ti ke jetën tënde, por a do ta konsideroje të qëndroje? Jo vetëm për disa ditë. Por vërtet. Të ndihmosh me vajzat, të bëhesh pjesë e rutinës këtu. Unë do të paguaja, sigurisht, si të ishte një punë, por...
Anila mbeti në heshtje duke përpunuar. Një pjesë e saj donte të refuzonte. Ishte gjithçka shumë e shpejtë, shumë e çuditshme. Por një pjesë tjetër, pjesa që ndjente një lidhje të sinqertë me ato fëmijë që shihte veten në pasqyrimin e syve të tyre, donte të pranonte. Nuk kam nevojë për pagesë, tha ajo më në fund. Por mund të qëndroj. Për momentin. Derisa të vendos se çfarë do të bëj me jetën time. Genci pshërtiu i lehtësuar. Faleminderit. Seriozisht. Nuk e ke idenë se sa shumë do të thotë kjo. Anila buzëqeshi, por për brenda kishte ende dyshime. Po sikur të lidhej shumë? Po sikur vajzat të lidheshin me të dhe pastaj ajo të duhej të largohej? Por ato shqetësime dukeshin shumë të largëta. Për momentin, gjithçka që kishte rëndësi ishte se ajo kishte një vend për të qëndruar. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndihej e dobishme. Ditët u shndërruan në javë. Anila u bë pjesë thelbësore e rutinës së shtëpisë. Ajo zgjohej herët, përgatiste mëngjesin, i çonte vajzat në shkollë, i merrte në fund të pasdites, i ndihmonte me detyrat e shtëpisë, përgatiste darkën, u bënte banjë më të voglave dhe u lexonte histori para gjumit. Ishte e lodhshme, por shpërblyese. Dhe çdo ditë, Anila ndjente se po rilidhej me një version të vetes që e kishte harruar. Një version që kishte një qëllim. Genci gjithashtu ndryshoi. Ai filloi të dilte nga puna më herët, të kalonte më shumë kohë me vajzat, të merrte pjesë në lojra. Anila vinte re se ai po mësonte, duke vëzhguar se si ajo ndërvepronte me vajzat dhe duke u përpjekur të bënte të njëjtën gjë. Kishte net kur ai ulej në dyshemen e dhomës, duke montuar puzle me binjaket, ose duke vizatuar me Laurën, ose duke dëgjuar historitë e pabesueshme të Sofisë. Dhe Anila shihte me dashuri se Genci po bëhej babai që ai donte të ishte. Por jo gjithçka ishte perfekte. Kishte momente tensioni. Një natë, Laura pati një krizë vaji, duke thënë se i mungonte ema, se askush nuk mund ta zëvendësonte. Anila, duke u ndjerë e humbur, u përpoq ta ngushëllonte vajzën, por Laura e shtyu, duke bërtitur se ajo nuk ishte nëna e saj. Genci u shfaq, duke u përpjekur ta qetësonte të bien, por situata u përshkallëzua. Ishte një kujtesë e dhimbshme se, sado e pranishme të ishte Anila, ajo kur nuk do të zinte vendin e gruas që ato kishin humbur. Atë natë, Anila qau vetëm në dhomë. Pyeti veten nëse po bënte gjën e duhur, nëse nuk po pushtonte një hapësirë që nuk ishte e saja. Por në mëngjes, kur Laura trokiti me ndrojtje në derë dhe i kërkoi falje, duke e përqafuar Anilën fort, duke i thënë se nuk donte që ajo të largohej, Anila e dinte se ishte në vendin e duhur. Genci gjithashtu kishte momentet e tij. Kishte një pasdite kur ai mori një telefonat nga puna ndërsa përpiqej të ndihmonte Sofin me një detyrë shkolle. I frustruar, ai humbi durimin dhe i bërtiti vajzës, e cila filloi të qante. Anila, që ishte në kuzhinë, ndërhyri me qetësi, duke e marrë Sofin në një dhomë tjetër dhe duke biseduar me të derisa u qetësua. Më pas, bisedoi me Gencin, duke i shpjeguar se ishte normale të ndiheshe i mbingarkuar, por që vajzat kishin nevojë për durim. Genci dëgjoi, mirënjohës, dhe premtoi të bënte më mirë. Ishte në një nga këto biseda të natës që Genci u shfry vërtet. Ai tregoi se si u ndjej humbur pas humbjes së gruas, se si mendoi t'i dërgonte vajzat të jetonin me gjyshen e tyre, sepse mendonte se nuk do të ishte në gjendje të kujdesej për to vetëm. Tregoi për fajin që mbante, për frikën se po dështonte. Anila dëgjoi gjithçka në heshtje, pastaj i mbajti dorën dhe i tha me vendosmëri: "Ti nuk po dështon. Ti po mbijeton. Dhe kjo tashmë është e mrekullueshme. Vajzat e dinë se ti do dhe kjo është ajo që ka rëndësi." Genci e shikoi me një mirënjohje të thellë dhe në atë moment diçka ndryshoi mes tyre. Nuk ishte më vetëm një marrëdhënie komoditeti, ndihme të ndërsjellë. Kishte një lidhje të sinqertë që po formohej, diçka që asnjëri prej tyre nuk e priste, por që ishte aty, duke u rritur në heshtje. Anila gjithashtu filloi të hapej. Tregoi për familjen, për presionin që ndjente për të qenë e përsosur, për të përmbushur pritshmëri. Tregoi për ëndrrën për t'u bërë nën, se si ajo ëndër u shkatërrua në një vizitë të vetme mjekësore. Dhe për herë të parë, duke folur për këtë, nuk ndjeu turp. Ndjeu vetëm lehtësim. Genci e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprer, pa e gjykuar. Dhe kur ajo mbaroi, ai tha diçka që ju ngulit në mendje. Anila, ti tashmë je nën. Ndoshta jo biologjikisht, por në të gjitha kuptimet e tjera.
Dhe vajzat janë prova e kësaj. Ato fjalë e prekën Anilën në një mënyrë që ajo nuk e priste. Ishte sikur, më në fund, dikush e shihte vlerën e saj për te aftësisë për të lindur një jetë. Dikush që kuptonte se dashuria nuk ishte një formë të vetme, se familja mund të ndërtohej në shumë mënyra. Shëtitjet e fundjavave u bën traditë. Genci, Anila dhe 4 vajzat eksploronin Tiranën së bashku. Shkonin në park, në kinema, në muze, në restorante. Vajzat e adhuronin dhe Anila gjithashtu. Ishte sikur po ndërtonin kujtime të reja, kujtime që u përkisnin vetëm atyre. Në një nga këto shëtitje, ndërsa ecnin nëpër parkun e madh të Tiranës, Sofia mbante dorën e Anilës nga njëra anë dhe të Gencit nga ana tjetër. Pa pritur, vajza ngriti syt dhe tha me pafajësinë tipike të fëmijëve: "Dukemi si një familje e vërtet, apo jo?" Anila dhe Genci shkëmbyen shikime. Asnjëri prej tyre nuk u përgjigj menjëherë, por të dy e ndjen peshën e atij pohimi. Sepse, në një farë mënyre, Sofia kishte të drejtë. Ata dukeshin si një familje. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, po bëheshin një e tillë. Atë natë, kur u kthyen në shtëpi, ndërsa vajzat flinin dhe Genci e Anila qëndruan në dhomën e ndenjes duke biseduar, ai bëri një rrëfim që i befasoi të dy. "Anila, unë nuk di si ta them këtë pa tingëlluar çuditshëm, por ti ke ndryshuar gjithçka këtu." Vajzat janë të lumtura. Unë jam i lumtur. Dhe e di që mezi njihemi, e di që gjithçka ndodhi shumë shpejt, por unë nuk dua që ti të largohesh. Kur? Anila ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Nuk e dinte se çfarë do të thoshte kjo, nuk e dinte nëse Genci ishte thjesht mirënjohës apo nëse kishte diçka më shumë. Por ndjeu se duhej të ishte e sinqert edhe ajo. As unë nuk dua të largohem. Këto vajza ato më bën të kujtoj se unë ende kam diçka për të ofruar. Se unë ende kam rëndësi. Dhe ti më strehove kur kisha më shumë nevojë. Nuk do ta harroj kurrë këtë. Genci buzëqeshi dhe për herë të parë që kur ishin njohur, ai mbajti dorën. Ishte një gjest i thjeshtë, por plot kuptim. Dhe Anila, duke ndjerë ngrohtësinë e asaj dore, e dinte se diçka më e madhe po fillonte të formohej mes tyre. Nuk ishte ende dashuri. Jo në formën romantike dhe pasionante. Ishte diçka më e thellë, më e fortë. Ishte respekt, admirim, shoqëri. Ishte baza e diçkaje që mund të shndërrohej në shumë më tepër. Dhe atë natë, ndërsa Anila shtrihej në krevatin e saj duke parë tavanin, ajo i lejoi vetes të ëndërronte përsëri. Jo për të ardhmen që kishte planifikuar me Ardianin, por për një të ardhme të re, të papritur, të ndërtuar me njerëz që e vlerësonin vërtet. Për herë të parë pas disa javësh, Anila fjeti me një buzëqeshje në buzë. Muajt kaluan si faqet e një libri që Anila kur nuk e kishte imagjinuar se do ta lexonte. Janari u bë shkurt dhe shkurti solli me vete vapën e madhe dhe shirat e verës që binin çdo pasdite në Tiranë. Rutina e shtëpisë ishte forcuar në një mënyrë kaq të natyrshme, saqë Anila ndonjëherë harronte se kjo kishte pasur një fillim, se kishte pasur një kohë kur ajo nuk i njihte ato vajza, atë burr, atë shtëpi. Mëngjeset fillonin gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Anila zgjohej para të gjithëve, përgatiste mëngjesin me kujdes, i zgjonte vajzat me puthje në ballë dhe këngë qesharake që i shpikte në çast. Genci zbriste në kuzhinë tashmë i bërë gati për punë, por kur nuk dilte pa pirë më parë kafen me gjithë familjen të mbledhur. Ishin këto momente, me vajzat që tregonin ëndra të çmendura dhe bënin plane për ditën, që Anila ndjente se më në fund e kishte gjetur vendin e saj në botë. Por jeta, si gjithmonë, ka një mënyrë për të na kujtuar se asgjë nuk është e përhershme. Ishte një pasdite me shi të shkurtit kur telefoni i Anilës ra. Ajo ishte në dhomën e ndenjes duke ndihmuar Laurën me një detyrë shkence, ndërsa binjakët shihnin filma vizatimor në divan dhe Sofia vizatonte në dysheme. Genci ende nuk kishte ardhur nga zyra. Kur Anila pa emrin në ekran, zemra i ngriu, Ardiani. Kishin kaluar më shumë se 2 muaj që nuk kishte dëgjuar prej tij. Kishte bllokuar numrin e zonjës Drita, kishte fshirë fotot nga rrjetet sociale, ishte përpjekur në të gjitha mënyrat e mundshme të harronte se ai kapitull i jetës së saj kishte ekzistuar. Dhe tani, ja ku ishte emri i tij që vezullonte në ekranin e celularit. Anila hezitoi. Një pjesë e saj donte t'i përgjigjej, të dëgjonte se çfarë kishte për të thënë. Një pjesë tjetër, pjesa që ishte rindërtuar në ato muaj, donte ta injoronte dhe të ecte përpara.
por kureshtja ose ndoshta nevoja për ta mbyllur atë çështje një herë e mirë e bëri ti përgjigjej. Alo? Anila. Zëri i Ardianit tingëlloi i çuditshëm, i largët, sikur t'i përkiste një jetë tjetër. Unë duhet të flas me ty. Anila u ngrit nga tavolina dhe shkoi në kuzhinë, duke mbyllur derën pas vetes për të pasur privatësi. Çfarë do, Ardian? Pati një pauzë të gjatë nga ana tjetër e linjës. Ajo gati sa nuk e mbylli, por pastaj ai foli. Unë bëra një gabim. Një gabim të madh. Nuk duhej të isha ndarë me ty në atë mënyrë. Nuk duhej të kisha lënë vetëm. Unë. Anila, më vjen shumë keq. Anila ndjeu një val emocionesh kontradiktore. Zemërim. Mëri. Konfuzion. Por, çuditërisht, asnjë dëshirë për t'u kthyer. Pse po telefonon tani, Ardian? Pas 2 muajsh? Sepse e kuptova që isha një idiot. Mamaja ime ajo ishte në kokën time, duke thënë se duhej të kisha fëmijë biologjik, se ishte detyra ime, se ti nuk ishe gruaja e duhur për mua. Por ajo e kishte gabim. Dhe unë isha i dobët që e dëgjova. Anila, a mund të takohemi? Të bisedojmë? Të provojmë përsëri? Anila mbylli syt, duke marrë frymë thellë. 2 muaj më parë, ato fjalë do të kishin qenë gjithçka që ajo donte të dëgjonte. Do të kishin qenë shpëtimi që ajo aq shumë e luste. Por tani, aty në atë kuzhinë, me zhurmën e vajzave që qeshnin në dhomën tjetër, Anila e dinte se ato nuk ishin më të mjaftueshme. Ardian, ti më le kur unë kisha më shumë nevojë për ty, më bëre të ndjeja se nuk kisha vlerë sepse nuk mund të jepja fëmijë. Dhe e di çfarë zbulova në këto 2 muaj? Se ti e kishe gabim. Se unë kam vlerë. Se unë jam e aftë të dua dhe të më duan, të kujdesem dhe të kujdesem për mua. Jo nga ti, por nga njerëz që më vlerësojnë vërtet. Anila, të lutem. Jo. Zëri i saj doli i prerë, i vendosur. Nuk dua të kthehem. Nuk dua të provoj përsëri. Unë kam ecur përpara, Ardian. Dhe ti duhet të bësh të njëjtën gjë. Ajo e mbylli telefonin para se ai të mund të përgjigjej. Duart i dridheshin, por jo nga frika apo trishtimi. Ishte adrenalin. Ishte çlirim. Për herë të parë që nga ndarja, Anila ndjeu se e kishte mbyllur atë cikël vërtet. Ardiani nuk kishte më pushtet mbi të. Kur u kthye në dhomën e ndenjes, Laura e shikoi me shqetësim. Gjithçka në rregull, Anila? Anila buzëqeshi, sinqerisht. Po, e dashur. Gjithçka është në rregull. Atë natë, kur Genci erdhi në shtëpi, Anila i tregoi për telefonatën. Ai dëgjoi në heshtje, ulur pranë saj në divan pasi vajzat shkuan të flinin. Kur ajo mbaroi, Genci i mbajti dorën duke gërshetuar gishtat. Ti ishe shumë guximtare. Nuk u ndjeva guximtare. U ndjeva e lirë. Genci buzëqeshi dhe kishte diçka në sytë e tij që Anila nuk mund ta deshifronte. Diçka intensive, të thellë. Anila, mund të them diçka? Që kur ke ardhur këtu, gjithçka ka ndryshuar. Jo vetëm për vajzat, por edhe për mua. Unë isha i humbur, po fundoja, po përpiqesha të isha i fortë, por po dështoja në mënyrë të mjerueshme. Dhe ti më tregove se është e mundur të rifillosh. Se është e mundur të jesh i lumtur përsëri. Anila ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Kishte diçka në mënyrën si fliste Genci, në mënyrën si e shikonte, që e bënte të ndihej e cenueshme dhe në të njëjtën kohë e sigurt. Genc. E di që është herët. E di që mezi njihemi, megjithse duket sikur ka kaluar një përjetësi. Por duhet të jemi sinqert me ty, unë po bie në dashuri me ty, Anila. Dhe nuk është sepse ti kujdesesh për vajzat e mia, nuk është sepse ti mbush një boshllëk. Është sepse ti je e mrekullueshme. E fortë, e butë, gazmore, e përkushtuar. Dhe unë nuk mund ta imagjinoj më jetën time pa ty në të. Anila mbeti pa fjalë. Lotët filluan të rridhnin para se ajo të mund t'i ndalonte. Nuk ishin lot trishtimi, por të një emocioni kaq intensiv sa që ajo nuk dinte si ta përpunonte. Edhe unë, pëshpëriti ajo. Edhe unë po bie në dashuri me ty. Genci u përkul ngadalë, duke i dhënë kohë Anilës të tërhiqej nëse donte. Por ajo nuk u tërhoq. Kur buzët e tyre u takuan, ishte sikur gjithçka përreth u zhduk.
Ishte një puthje e butë, plot premtime, rifillime, shpresë. Kur u ndan, Genci mbështeti ballin në të sajin duke buzëqeshur. Do të ecim ngadalë, në rregull? Pa nxitim. Vetëm bashk. Anila tundi kokën, ende duke përpunuar gjithçka që po ndodhte. Bashk. Ditët në vijim ishin ndryshe. Kishte një lehtësi në ajër, një gëzim që më parë nuk ekzistonte. Genci filloi të shfaqte afeksion në mënyrë më të hapur, duke i mbajtur dorën Anilës kur shihnin televizor, duke i vjedhur puthje të shpejta në kuzhinë kur vajzat nuk shihnin, duke i dërguar mesazhe të dashura gjatë ditës. Anila i përgjigjej duke u ndjerë si një adoleshente e dashuruar, por me pjekurinë e dikujt që tashmë ishte lënduar dhe e dinte vlerën e asaj që po ndërtonte. Vajzat e vunë re ndryshimin, sigurisht. Fëmijët gjithmonë e vënë re. Sofia ishte e para që komentoi. Babi, ti po qesh më shumë. Genci shikoi Anilën, e cila i buzëqeshi. Sepse jam i lumtur, bia ime. Është për shkak të Anilës? Genci hezitoi, por pastaj vendosi të ishte i sinqertë. Po. Është edhe për shkak të saj. Sofia mendoi për një moment, pastaj ngriti supet dhe u kthye të luante, sikur ajo të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Por Anila e dinte se, për vajzat, veçanërisht për Laurën, e cila ishte më e madhe dhe e mbante mend më shumë të ëmën, kjo mund të ishte e komplikuar. Prandaj, kur Laura e kërkoi një natë, Anila e dinte se biseda do të ishte e vështirë. Anila, mund të bëj një pyetje? Sigurisht, e dashur. Laura luante me duar, nervoze. Ty të pëlqen baba im? Anila vendosi të ishte e sinqertë. Fëmijët meritonin sinqeritet. Po, më pëlqen. Shumë. Laura mbeti në heshtje për një moment duke përpunuar. Dhe ati i pëlqen ti? Po. Ti do të jesh nëna jon? Anila ndjeu një nyj në fyt. Ajo pyetje mbante aq shumë peshë, aq shumë frikë, aq shumë shpresë. Laura, unë kur nuk do të përpiqem të zëvendësoj nënën tënde. Ajo ishte një grua e mrekullueshme dhe unë e di se sa shumë e do dhe sa të mungon. Por unë mund të jem dikush që të do edhe ty në një mënyrë tjetër, por të vërtetë. Nëse ti më lejon. Laura e shikoi Anilën me sytë plot lodh. Kam frikë se do ta harroj atë. Anila e përqafoi vajzën fort. Ti kur nuk do ta harrosh nënën tënde, e dashur. Ajo do të jetë gjithmonë në zemrën tënde. Dhe askush, kur, nuk do ta heqë këtë prej teje. Por të kesh më shumë dashuri në jetën tënde nuk e zvogëlon dashurinë që ndjen për të. Vetëm e bën zemrën tënde të rritet. Laura qau në shpatullën e Anilës dhe Anila qau gjithashtu, duke e mbajtur atë vajzë sikur të ishte e saja. Dhe në atë moment, ajo e dinte se, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, ajo do të luftonte për t'i mbrojtur ato fëmijë, për t'i dashur, për të qenë e pranishme. Por jo gjithçka ishte lule. Jeta ka një mënyrë për të testuar vendosmërinë tonë pikërisht atëherë kur mendojmë se më në fund jemi të sigurt. Ishte në mars kur erdhi stuhia. Fjalë për fjalë. Tirana u godit nga një nga stuhit më të mëdha elektrike të vitit. Bubullimat i bënin jehon qytetit dhe shiu binte me aq forcë sa dukej sikur qielli do të shembej. Energjia elektrike u ndërpre në të gjithë lagjen dhe shtëpia u zhyt në errësirë. Vajzat, të frikësuara, filluan të qanin. Sofia bërtiste, binjaket kapeshin pas njëra tjetrës dhe madje edhe Laura, e cila normalisht ishte guximtare, ishte e zbek nga frika. Genci përpiqej t'i qetësonte, por edhe ai vet ishte i tensionuar, i shqetësuar për mundësinë e përmbytjeve dhe për zhurmën shurdhuese të bubullimave. Ishte Anila ajo që veproi. Me qetësi dhe vendosmëri, ajo mori elektrik dore, qirinj, çarçaf dhe jastëk. I mblodhi të gjitha vajzat në dhomën e ndenjes dhe filloi të ndërtonte një kasole të improvizuar me çarçaf, duke krijuar një hapësirë komode dhe të sigurt. Ndezi qirinjt përreth, por në vende të sigurta, larg fëmijëve. Mori batanie të ngrohta dhe u shpërndau atyre. E dini çfarë do të bëjmë, tha Anila me një zë të gëzuar, pavarësisht stuhisë jashtë. Do të bëjmë kamping. Pikërisht këtu, në dhomën e ndenjes. Dhe unë do të tregoj histori aventurash derisa të gjithë të flenë. Vajzat, pak nga pak, filluan të qetësoheshin. Genci vëzhgonte gjithçka, i mahnitur. Anila filloi të tregonte një histori për një princeshë guximtare që nuk kishte frikë nga stuhit, që përballej me dragonj dhe shpëtonte mbretëri të tëra.
Vajzat dëgjonin të magjepsura dhe pak nga pak, frika ja la vendin kureshtjes imagjinatës. Kur historia mbaroi, Sofia tashmë po flinte, e strukur në prerin e Anilës. Binjaket u rehatuan në jastëk dhe Laura, megjithse ende zgjuar, dukej më e qetë. Genci u ul pran Anilës duke vëzhguar vajzat e tij. Faleminderit, përshpëriti ai. Nuk dija çfarë të bëja. Por ti gjithmonë di. Anila buzëqeshi, e lodhur por e lumtur. Nuk ka të bëjë me të ditur. Ka të bëjë me të qenit e pranishme. Dhe me shndërrimin e frikës në diçka magjike. Atë natë, të gjithë fjetën bashkë në dhomën e ndenjes, të grumbulluar në jastëk dhe batanie, ndërsa stuhja vazhdonte jashtë. Por brenda shtëpisë kishte ngrohtësi, siguri dhe dashuri. Kur erdhi mëngjesi, energjia ishte kthyer dhe stuhja kishte kaluar. Vajzat u zgjuan të gjalla, duke folur për aventurën e natës së kaluar, se si kishin qenë guximtare, se sa argëtuese ishte të bëje kamping në dhomën e ndenjes. Genci shikoi Anilën dhe e dinte, me siguri absolute, se ajo nuk ishte thjesht një e ftuar, nuk ishte thjesht dikush që ndihmonte. Ajo ishte pjesë e familjes. Ajo ishte thelbësore. Dhe ishte atë ditë, ndërsa rregullonin shtëpinë së bashku, duke qeshur me marrëzitë e vajzave, që Genci vendosi se ishte koha të hidhte hapin tjetër. Jo një martesë, jo ende. Por një angazhim. Një premtim se, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, ata do të ishin bashkë. Atë natë, pasi vajzat fjetën, Genci e thiri Anilën në kopsht. Yjet shkëlqenin në qiellin e pastër dhe ajri ishte i freskët pas stuhisë. Ai i mbajti duart duke e parë thellë në sy. Anila, e di që ne e filluam këtë në një mënyrë jo konvencionale. E di që gjithçka ndodhi shumë shpejt. Por unë gjithashtu e di se, që nga dita që të njoha, jeta ime ka ndryshuar për mirë. Ti nuk je vetëm e rëndësishme për mua, ti je thelbësore. Dhe dua që ta dish se, pavarësisht se çfarë na rezervon e ardhmja, unë jam këtu. Me ty për ty. Anila ndjeu lotët të rridhnin përsëri, por këtë herë ishin lot lumturie të pastër. Genc, kur nuk e imagjinova se mund të isha e lumtur përsëri pas gjithë asaj që ndodhi. Por ti dhe vajzat ju më treguat se jeta mund të na befasoj. Se dashuria mund të vijë nga aty ku më pak e presim. Dhe unë gjithashtu jam këtu. Për gjithmonë. Ata u puthën nën qiellin e yllëzuar, duke vulosur një premtim që shkonte përtej fjalëve. Ishte një angazhim me të ardhmen, me familjen që po ndërtonin së bashku. Por Anila e dinte se kishte ende sfida përpara. Familja e Gencit, të cilën ajo ende nuk e njihte mirë, shoqëria që gjykonte marrëdhëniet që nuk ndiqnin modelin tradicional dhe frikërat e saj se mos nuk ishte e mjaftueshme. Por në atë moment, me Gencin pranë saj dhe vajzat që flinin të sigurta brenda shtëpisë, Anila i lejoi vetes të besonte se, së bashku, ata mund të kapërcenin gjithçka. Dhe ishte me këtë siguri që ajo fjeti atë natë, duke ëndërruar për një të ardhme plot mundësi. 6 muaj më vonë, shtëpia u zgjua me një aromë të pagabueshme, kulaç i freskët sapo dal nga furra. Anila ishte në kuzhinë që herët, duke përgatitur mëngjesin special të së dielës. Dielli hynte nga dritaret, duke ndriçuar çdo cep të asaj hapësire që ishte bërë shtëpia e saj e vërtetë. Nuk kishte më dyshime, nuk kishte më hezitime. Ajo ishte shtëpia e saj, ajo ishte familja e saj. Hapat e shpejt në shkallë lajmëruan ardhjen e vajzave. Sofia ishte e para që u shfaq, ende me pijame, me flokët e shpupuritur dhe atë buzëqeshje që shkrinte çdo zemër. Ajo vrapoi drejt Anilës dhe ju hodh në krah, duke kërkuar përkëdhelje siç bënte çdo mëngjes. Mirëmëngjes, princesha ime, tha Anila, duke e puthur në majë të kokës. Mirëmëngjes, mami. Anila ngriu për një çast. Ishte hera e parë që Sofia e thërriste kështu. Mami. Fjala i bëri jehon në zemër si një kamban, duke sjellë me vete një valë emocioni kaq intensive sa që ju desh të rrite qepallat disa herë për të përmbajtur lotët. Hej, tha Sofia, duke vënë re reagimin. Gjithçka në rregull? Anila buzëqeshi, duke e shtrënguar vajzën më fort. Gjithçka është perfekte, dashuria ime. Gjithçka është perfekte. Vajzat e tjera mbërritën më pas. Laura, tani 9 vjeçe, më e pjekur dhe më e sigurt, ndihmoi të shtronte tryezën. Binjaket, Jona dhe Helena, zieshin për shaka se kush do të ulej pranë Anilës.
Genci ishte i fundit që zbriti, ende i përgjumur, por me një buzëqeshje në fytyrë kur pa gjithë familjen të mbledhur. Ai ju afrua Anilës dhe e puthi në ballë, një gest që ishte bërë pjesë e rutinës së mëngjesit. Mirëmëngjes, dashuri. Mirëmëngjes. Ata ulën së bashku në tryez dhe për herë të parë pas disa muajsh, Anila ndaloi për të vëzhguar vërtet atë skenë. Vajzat bisedonin të gjalla për planet e ditës, Genci shërbente lëng portokalli, Sofia lyente gojen me reçel dhe kishte një rëmuj të organizuar, një gëzim të sinqert që mbushte çdo hapësirë të asaj kuzhine. Anila mendoi se si jeta e saj kishte ndryshuar në mënyrë drastike në më pak se një vit. Nëse dikush do t'i kishte thënë atë vigjilje Krishtlindjesh kur ajo ishte ulur vetëm në një shesh duke qarë dhe pa shpresa se do të ishte aty e rrethuar nga dashuria duke u quajtur mami, ajo kur nuk do ta kishte besuar. Por ja ku ishte. Dhe ishte e vërtetë. Pas mëngjesit, vajzat kërkuan të shkonin në park. Genci sugjeroi që të shkonin të gjithë së bashku dhe Anila pranoi. U bën gati dhe brenda pak minutash ishin në makinë, rrugës për në parkun e madh të Tiranës. Udhëtimi ishte i zhurmshëm, si gjithmonë, me vajzat që këndonin këngë në sediljen e pasme dhe Gencin e Anilën që shkëmbenin shikime bashkëpunuese. Në park, ndërsa vajzat vraponin në përbar, Genci dhe Anila u ulën në një stol duke vëzhguar. Kishte çifte dhe familje të tjera përreth, por Anila kishte sy vetëm për vajzat e saj. Për familjen e saj. Je menduar thellë, komentoi Genci duke i mbajtur dorën. Anila buzëqeshi. Thjesht po kujtoja se si filloi gjithçka. Se si isha plotësisht e humbur, pa drejtim, duke menduar se jeta ime kishte mbaruar. Dhe tani kam gjithë këtë. Genci ja shtrëngoi dorën me dashuri. Ti e di që nuk ishe ti ajo që kishe nevojë për ne, apo jo? Ne kishim nevojë për ty, unë kisha nevojë për ty, vajzat po mbylleshin në vetvete, unë po mbytesha, dhe pastaj u shfaqe ti si një mrekulli. Anila u kthye nga ai, me sytë që i shkëlqenin. Unë kur nuk u ndjeva si një mrekulli. Gjithmonë u ndjeva e thyrë. E pamjaftueshme. Por këtu, me ju, unë mësova se të jesh nën nuk ka të bëj fare me lindjen e një jete. Ka të bëj me dashurinë, me të qenit e pranishme, me zgjedhjen çdo ditë për të qenë versioni më i mirë i vetes për këta fëmijë. Genci e tërhoqi Anilën më afër dhe ata qëndruan aty të përqafuar duke parë vajzat të luanin. Sofia vraponte pas një fluture, binjaket garonin se kush shkonte më lart në lisharse dhe Laura vizatonte diçka në tokë me një shkop. Ishte një skenë e thjeshtë, por e ngarkuar me kuptim. Kur u kthyen në shtëpi, ishte tashmë fundi i pasdites. Vajzat ishin të lodhura, por të lumtura. Genci sugjeroi të porosisnin pica për darkë dhe të gjitha ranë dakord me entuziazëm. Ndërsa prisnin porosin, Anila i ndihmoi vajzat të bënin dush dhe të vishnin pishamet. Ishte rutina e zakonshme, por Anila kur nuk lodhej. Çdo dush i bër, çdo histori e treguar, çdo puthje e natës së mirë ishte një konfirmim i vogël se ajo ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Pasi vajzat fjetën, Genci dhe Anila u rehatuan në divanin e dhomës së ndenjes. Kishte diçka në ajër, një pritje, sikur të dy e dinin se duhej të bënin një bisedë të rëndësishme. Genci ishte i pari që foli. Anila, ka diçka që dua të pyes prej disa javësh, por kur nuk kam gjetur momentin e duhur. Dhe mendoj se tani është koha. Anila ndjeu zemrën t'i rritë shpejt, por e ruajti qetësinë. Mund të pyesësh. Genci mori frym thellë dhe pastaj, në mënyrë krejtësisht të papritur, u gjunjëzua para saj. Anila hapi sytë e habitur duke çuar instinktivisht duart te goja. Genc, çfarë po bën? Ai buzëqeshi, nervoz por i vendosur. Anila Hoxha, që nga dita që të njoha, jeta ime ka ndryshuar. Ti solle dritë në këtë shtëpi, dashuri për vajzat e mia dhe shpresë për mua. Ti më tregove se është e mundur të rifillosh, se është e mundur të jesh i lumtur përsëri. Dhe unë nuk mund të imagjinoj asnjë ditë të vetme pa ty, prandaj të pyes, a pranon të martohesh me mua? Jo sepse kam nevojë për dikë që të kujdeset për vajzat, jo sepse ti mbush një boshllë. Por sepse të dua, vërtet, me gjithçka që jam. Dhe dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime pranë teje, duke ndërtuar një familje që tashmë është e jona, por tani në mënyrë zyrtare. A pranon? Anila nuk mundi t'i përmbante lotët. Ato rodhen lirshëm, duke i lagur fytyrën, por ajo po buzëqeshte, duke buzëqeshur sikur më parë.
Po, tha ajo, me zërin e mbytur. Po, pranoj. 1000 herë po. Genci u ngrit dhe e përqafoi fort dhe ata qëndruan aty të përqafuar duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Kur më në fund u ndan, Genci I vendosi një unas të thjesht, por të bukur, në gishtin e Anilës. Nuk ishte e bujshme, por ishte perfekte. Ishte e vërtetë. Vajzat tashmë e din, rrëfeu Genci duke qeshur. U kërkova leje atyre më parë. Dhe të gjitha thanë se ti tashmë je nëna jon, kështu që ishte thjesht për ta bërë zyrtare. Anila qeshi gjithashtu, duke imagjinuar Gencin duke bërë atë bisedë me 4 vajzat. Ato janë të mrekullueshme. Janë. Dhe ti je e mrekullueshme. Dhe ne do të jemi një familje e vërtetë. Zyrtare. E plot. Atë natë, Anilës ju desh kohë për të fjetur. Qëndroi shtrirë në krevat duke parë unazën në gisht duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Një vit më parë, ajo ishte në fund të humnerës, duke menduar se jeta e saj kishte mbaruar sepse nuk mund të kishte fëmijë biologjikisht. Dhe tani, ajo kishte 4 vajza, një burr të mrekullueshëm pranë saj dhe një të ardhme të ndritur përpara. Jeta kishte një mënyrë të çuditshme për të na befasuar. Për të na marrë diçka, për të na dhënë diçka edhe më të madhe, edhe më domethënëse. Anila nuk I kishte lindur ato vajza, por I donte sikur ti kishte lindur. Dhe ato e donin atë në një mënyrë të pastër, të vërtetë, të pakushtëzuar. Në javët në vijim, filluan përgatitjet për dasmën. Nuk do të ishte asgjë ekstravagante. Genci dhe Anila ranë dakord se donin diçka intime, vetëm me njerëzit më të afërt. Ceremonia do të ishte në kopshtin e shtëpisë, në fund të pasdites, me vajzat si shoqëruese të nuses. Anila I telefonoi së-ëmës, e cila qau nga emocioni kur mori vesh lajmin. Ajo kishte qëndruar e distancuar muajt e fundit, ende duke përpunuar ndarjen e Anilës me Ardianin, por tani ishte e lumtur, sinqerisht e lumtur që e shite të bien të rindërtuar dhe rrezatuese. E dija që do ta gjeje lumturinë, bija ime, tha e ëma në telefon. Vetëm nuk e dija se do të ishte në këtë mënyrë kaq të bukur. Genci gjithashtu ftoi familjen e tij. Kishte një farë tensioni, veçanërisht me vjehrën, e cila ende ruante kujtimet e së bijës së ndjer dhe nuk dinte si të përballej me praninë e Anilës. Por vajzat ndihmuan për të thyer akullin. Ato flisnin për Anilën me aq shumë dashuri, aq shumë entuziazëm, saqë ishte e pamundur të mos e kuptoje se sa e rëndësishme ishte ajo për to. Në ditën e dasmës, Anila u zgjua herët. Vajzat ia pushtuan dhomën, duke kërcyer në krevat dhe duke bërtitur nga entuziazmi. Ato e ndihmuan Anilën të bëhej gati, secila duke kontribuar në mënyrën e saj. Sofia zgjodhi këpucët, Lora I kreu flokët dhe binjaket ndihmuan me grimin, duke bërë një rëmuj të adhurueshme që Anila nuk do të haronte kurrë. Fustani ishte I thjeshtë, I bardhë, elegant. Nuk ishte fustan princeshe, por Anila u ndje si një e tillë kur e veshi. Kur zbriti shkallët dhe pa Gencin që priste në kopsht, I rrethuar nga vajzat dhe të paktët të ftuar, zemra gati sa nuk I shpërtheu nga lumturia. Ceremonia ishte e shkurtër, por intensive. Genci tha betimet e tij me lot në sy, duke premtuar ta donte Anilën çdo ditë, në çdo moment, për gjithmonë. Anila, nga ana e saj, premtoi të donte jo vetëm Gencin, por edhe vajzat, premtoi të ishte e pranishme, të ishte e fortë, të ishte nëna dhe gruaja që ata meritonin. Kur celebranti I shpalli burr e grua, të gjithë duar trokitën. Por momenti më emocionues erdhi më pas, kur vajzat u afruan dhe I dhan Anilës një kuti dhuratë. Brenda, kishte 4 vizatime, një nga secila vajzë, të gjitha që përfaqësonin familjen. Dhe në çdo vizatim, Anila ishte aty, pranë Gencit, me 4 vajzat përreth. Sofia I dha një letër tjetër, me një shkrim të dridhur fëmijëror që thoshte, faleminderit që je nëna jon. Ne të duam. Anila nuk mundi t'i përmbante lotët. Përqafoi 4 vajzat një herësh, duke I mbajtur fort dhe pëshpëriti. Edhe unë ju dua. Më shumë se gjithçka në këtë botë. Festa ishte e gëzueshme, plot muzikë, kërcim dhe të qeshura. Vajzat vraponin në përkopsht, duke luajtur me fëmijët e tjerë të pranishëm. Genci dhe Anila kërcyen së bashku për herë të parë si burr e grua, dhe kur muzika mbaroi, ai e tërhoqi afër dhe I pëshpëriti në vesh. Faleminderit që më dhe familjen time përsëri. Anila buzëqeshi, duke mbështetur kokën në gjoksin e tij. Faleminderit ty që më dhe timen.
Muajt që pasuan ishin të përshtatjes, të mësimit, të ndërtimit. Anila i birsoi zyrtarisht 4 vajzat, duke u bërë ligjërisht nëna e tyre. Ishte një proces burokratik, por kur më në fund morën dokumentet, Anila qau nga gëzimi. Ato vajza ishin të saja. Vërtet. Përgjithmonë. Rutina e shtëpisë vazhdonte, por tani me një lehtësi edhe më të madhe. Genci dilte nga puna më herët sa herë që mundej, merrte pjesë në lojra, i çonte vajzat në shëtitje, i ndihmonte me detyrat e shtëpisë. Anila, nga ana e saj, u kthye punës si arkitekte, por nga shtëpia duke balancuar karrierën me jetën familjare. Netët ishin gjithmonë të rezervuara për gjithë familjen. Shinin filma së bashku, luanin lojra tavoline, këndonin këngë qesharake, tregonin histori. Shtëpia, që më parë ishte e heshtur dhe e ftohtë, tani ishte e zhurmshme, kaotike dhe plot dashuri. Anila ende kishte ditë të vështira. Kishte momente kur pasiguria kthehej, kur pyeste veten nëse po bënte gjithçka siç duhej, nëse ishte një nënë e mirë, nëse vajzat e shihnin vërtet si të tillë. Por sa herë që këto dyshime shfaqeshin, njëra nga vajzat bënte diçka të thjeshtë, por domethënëse. Një vizatim i ngjitur në frigorifer me mbishkrimin "E dua mamin tim". Një përqafim i ngushtë para gjumit. Një faleminderit për gjithçka, e përshpëritur me zë të ulët. Dhe Anila kujtonte se dashuria nuk ishte diçka që matej me biologji apo me përsosmëri. Ishte diçka që ndërtohej ditë pas dite, zgjedhje pas zgjedhjeje. Genci gjithashtu kishte momentet e tij të cenueshmërisë. Kishte net kur ai fliste për gruan e tij, për fajin që ecte përpara, për frikën se po tradhtonte kujtimin e saj. Anila gjithmonë dëgjonte me durim, pa xhelozi, pa mëri. Ajo e kuptonte se të doje përsëri nuk do të thoshte të harroje atë që ishte larguar. Do të thoshte të nderoje të kaluarën ndërsa përqafoje të ardhmen. Dhe së bashku, ata e nderonin atë kujtim, duke mbajtur foto të nënës së vajzave nëpër shtëpi, duke treguar histori për të, duke u siguruar që vajzat kur të mos harronin se nga vinin. Por gjithashtu krijonin kujtime të reja. Tradita të reja. Momente të reja që ishin unike të tyre. Në një natë të veçantë, gati një vit pas dasmës, Anila ishte shtrirë në krevat pranë Gencit, duke dëgjuar frymëmarrjen e tij të qetë. Shtëpia ishte e heshtur, vajzat flinin në dhomat e tyre. Dhe Anila, duke parë tavanin, i lejoi vetes të reflektonte mbi gjithë udhëtimin. Mendoi për Ardianin, për ndarjen që e shkatërroi, për dhimbjen që e bëri të besonte se nuk kishte më vlerë. Mendoi për atë vigjilje krishtlindjesh, vetëm në shesh, pa shpresa. Mendoi për momentin kur Sofia i mbajti dorën për herë të parë, për buzëqeshjen e Gencit, për mënyrën se si gjithçka u bashkua në një mënyrë që ajo kur nuk do ta kishte planifikuar. Dhe kuptoi diçka thelbësore, ndonjëherë fundet më të dhimbshme janë vetëm fillimi i diçkaje pafundësisht më të mirë. Ndonjëherë duhet të humbasim gjithçka për të gjetur pikërisht atë që po kërkonim. Anila nuk i kishte lindur ato fëmijë, por i kishte rritur. Nuk kishte të njëjtin gjak që rrifte në venat e tyre, por kishte të njëjtën dashuri. Dhe në fund, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Jo nga vim, por ku shkojmë. Jo kush na solli në jetë, por kush zgjedh të na dojë çdo ditë. Genci lëvizi pranë saj, ende gjysmë në gjumë, dhe e tërhoqi Anilën më afër. Ajo u struk në gjoksin e tij, duke dëgjuar rrahjet e zemrës, dhe mbylli sytë. Për herë të parë pas shumë kohësh, Anila nuk ndjente frikë nga e ardhmja. Nuk ndjente pasiguri. Ndjente vetëm mirënjohje. Mirënjohje që kishte gjetur atë familje. Mirënjohje që ishte pranuar. Mirënjohje që kishte mësuar se dashuria nuk ka një formë të vetme, se familja ndërtohet me zgjedhje, me prani, me përkushtim. Dhe ndërsa e zinte gjumi, Anila i përshpëriti vetes një të vërtetë që ju deshën muaj për ta pranuar. Unë jam e mjaftueshme. Gjithmonë kam qenë. Dhe aty, në atë shtëpi plot jetë, të qeshura, dashuri, Anila më në fund gjeti vendin e saj. Jo vendin që kishte planifikuar, por vendin që gjithmonë ishte e destinuar të zinte. Vendi i nënës. I gruas. I pjesës thelbësore të një familjeje që, kundër të gjitha gjasave, u gjet dhe u zgjodh reciprokisht. Dhe kjo zgjedhje, kjo familje e ndërtuar me dashuri dhe jo me biologji, ishte prova se rifillimet më të bukura lindin pikërisht nga fundet më të dhimbshme. Sepse në fund, ajo që përcakton një familje nuk është gjaku. Është dashuria. Është zgjedhja e përditshme për të qenë i pranishëm.
Është guximi për të dashur përsëri, edhe pasi të është thyer zemra. Dhe Anila, Genci dhe 4 vajzat ishin prova e gjallë se, kur gjejmë njerëzit e duhur, në momentin e duhur, gjithçka mund të transformohet. Dhe jeta, që më parë duke i pa kuptim, fiton një ngjyrë të re, një shkëlqim të ri, një qëllim të ri.